Dashur miq, simpatizant dhe ju antar të pathyeshëm të Aleancës për Shqiptarët. Këto ditë kam pranuar qindra mesazhe, thirrje, porosi nga ju, nga baza, nga tarësia jonë dhe nga votuesit tanë. Ndaj, sot e ndjej obligim moral që të drejtohem me këtë mesazh. Ne nuk jemi thjesht mbështetës të një partije, ne jemi gardian të një kause, mbi gjitha, të një ideali që nuk është shitur dhe nuk është përkullur asnjëherë. Ju që e keni rritur këtë aleancë, me mund, me përkushtim, dhe kur gjithçka ishte kundër nesh. Ju që jeni përndjekur, jeni diskriminuar për bindjet tuaja politike dhe nuk jeni dorëzuar për më shumë se 20 vite. Ju që nuk e keni lejuar kur që aleanca të bëhet vegël e interesave personale dhe e keni mbrojtur rrugën e ardhmit si amanet. Sot, bashk, jemi në një udhëkryq historik. Një vit më parë, ne morëm guximin për një vendim të guximshëm. Ti prim ndryshimit të shumë pritur, por asesi të vënuar për shqiptarët. Sot, gati një vit më vonë, kemi po të njëjtin guxim, po të njëjtin vizion. Por sot, nuk mund të jetojmë më në të kaluarën. Duhet të ndërtojmë të ardhmen, me qëndrueshmëri dhe me dinjitet mbi gjitha. Antarësia po flet, gjithandej, votuesit po flasin. Ata po flasin zëshëm, po flasin qartë, me kërkesë për drejtësi dhe për rrugë të pastër. Dhe unë, po a them sot, me bindjet plot, jam këtu në krah secilit dhe secilës prej jush që nuk e pranon poshtrimin e shpresës sonë. Nuk do të lejojmë që BDI të kthehet sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Ata duhen përballen me të vërtetat që i kanë shmangur për 2 dekada me radhë. Këtu nuk bëhet më fjalë për individin. Këtu është në pyetje dinjiteti jonë kolektiv. Zëri im do të jetë zëri juaj. Zëri i aleancës që nuk dorëzohet, që nuk shitet, që nuk friksohet. Ne jemi zëri i rrugës së ardhmit. Dhe ajo rrugë nuk kalon kurrë nga Ali Ahmeti dhe nga askush që nuk ja don të mirën shqiptarëve. Ju falemnderit të gjithëve dhe të qëndrojmë krenar.